në një gjendje që është vështirë me kontrollua. E qartë, Bart? Jo, unë që isha të thonë është që ky veprim mas nej sjell edhe më shumë konflikt. Domethënë kur ti trajton një rast ndryshe për raste tjera. Domethënë ti zhdosht edhe sulmin fizik me trajtu që e trajton zakonisht, se kjo është mas nej përjashtim. Në një moment ti vendos me përdor njësinë speciale për një se rasti që këtë njerëz dojnë drejt. Është sulm fizik, i dhënë shumë, krejt e kena po, ama në një moment tjetër ku me u përdor njësia speciale dhe për arsye dhe ma banale. Është përdorim jo i duhur. Në anën tjetër menoj që sot i zhdosht dje, shumë ma herët, i zhdosht me pas një reagim të Partisë Demokratike e cila ose distancohet, ose tregon... Se beson se ka mungu një reagim i tillë, Bart? Sepse menoj që përqarjet brenda PDK-s, sidomos në kohë të zgjedhjeve, janë tepër të mëdha. Domethënë ka grupe brenda PDK-s që kanë bindje menime të ndryshme dhe realisht ne kena pas një aksion para 3 ditësh në qendër të Prishtinës, ku kena folë qysh në fakt Bedri Hamza është kryetar, mirë po krejt vendimet që mirën mrena PDK-s, mirën për një grupi tjetër që udhëhiqet për Jorani Smalit. Nëse sheni rastin e Fatmir Limës, refuzimi i Fatmir Limës, një javë para se me e dërgu letrën edhe para se mu bot diskutimi për Fatmir Limën, Jorani Smali në emisionin Pressing deri thotë nuk ka as atmosfera, as gatishmëri që Fatmir Limën me rikthy në PDK. Domethënë i parapriu vendimit, po prosë është pjesë të njëjtit grup mrena PDK-s që e ka një qasë. Përderisa na kemi po shpesh kurtin të thonë që është Samil Ushtoku është ai kreu i PDK-s edhe njeriu që i merr vendimet kryesore kështu. Koha e ka dëshmu që përkundrazi është një grup tjetër mrena PDK-s i cili është të e majt një grup të mbyllur, i cilët janë të dashur me i ruaj do privilegjet veta. Edhe vendimi për Limajn, edhe mungesa e reagimit për rastin Ushtoku, qoftë distancim, qoftë çfarë arsyetimi që kishin mujt me dhon, vjen për shkak se aty tash është një grup i cili ka kontroll të plot mbi edhe mbi kryetarin e Për momentin nuk ka një reagim mbi situatën e krijuar, megjithatë ka reagim vetëm për njësinë speciale atje. Madje Gojnoci e pranishme ishte edhe ish deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, e cila tha se qytetarët ndihen të shqetësuar. Dhe Blerta Deliu, të dyja ishin mbrëm po. E pashtë se në komunikimet me mediat, kryesisht ishte Zonja Musliu, e cila ishte më e zëshme, madje komunikoj edhe në Mitrovic, më pas edhe këtu, sepse përgjithësit hidheshin nga Skenderaj në Mitrovic, nga Mitrovica në Skenderaj, dhe ndër tjera ajo çfarë u theksua më shumë është se qytetarët ndihen të shqetësuar.